Mirë, kthehemi për diskutuar pak për një shqetësim që e ngren në fakt një deputet i parlamentit, por për ta sjellë si realitet edhe për sa i përket shpenzimeve që kemi ne në përgjithësi. Ju do thoni në fakt ka kohë që çmimet janë të larta dhe çmimet e bujqësisë, përse duhet vijë një reagim tani. Megjithatë, marrim spunto pikërisht nga një reagim i tillë për ta sjellë edhe ne dhe për ta sqaruar me fermerët se pse vjen produkti kaq i shtrenjtë në tregun shqiptar. Një reagim në fakt i deputetit Braçe, i cili thotë se Tirana sa të blesh është të merë dhe çdo ditë tjetër perimet dhe frutat janë shumë të shtrenjta. Domatja, siç po lexoja dhe listën pak më përpara, 1100 lekë deri 1300 lekë, kastraveci 1100 lekë, bizelet 3000 lekë, mashurkat 2500, 2700, specat 1500, qershia 6500 deri në 10000 lekë kile, nektarina 2800 deri në 3000 lekë, shalqiu 50 deri në 60 lekë për kile. Pra, të gjitha janë fruta dhe perimet të stinës, thot deputeti. Tani jemi në periudhën kur bëhen masive dhe normalisht duhet të ketë çmime të tjera, çmime të drejta. Jo, nuk janë. Dhe arsyet sipas tij është abuzimet me çmimet, po ju marr veç shelqirin, thot, që dje shitej në Divjak me 23 lekë dhe ndërkohë në treg është me 60 lekë për kile. Është thuajse 3 herë më shtrenjtë dhe ky është abuzim skandaloz. Çfarë propozoj unë, thot Braçe, shpërbërjen e tregut të autostradës, abuzimi me tarifa, atje është skandaloz dhe rrit koston e çdo produkti. Hapjen e tregjeve publike për bujqit, jo tregtarët, të shesin bujqit prodhimet e tyre pa kosto të ndërmjetësve abuziv. Barazimin e TVSH-s së brendshme në skemën aktuale produktet bëhen deri në 20% më të shtrenjta. Kot dhe fiskalizimi nga bujkut e blerësi i fundit, si për çdo produkt. Dikush duhet i thot ministrit të financave se zgjedhjet mbaruan, Erion Braçe nuk është më deputet në Lushnjë dhe forcia jon banale, po vijon të bëjë më të shtrenjta perimet dhe frutat. E fundit, kontroll mbi qiratë e ambienteve tregtare, frutave dhe perimeve në këtë qytet, po abuzohet tmerrsisht me to. Ndërkohë, struktura e prodhimit, prodhimi i perimeve, po përqendrohet gjithnjë më shumë tek serat, jo të gjitha të përshtatshme për të punuar në temperatura të larta, sezoni tanishëm, të ulta, sezoni i dimrit. Në të gjitha këto ekstreme, sasia e prodhimit bie ndjeshëm, vuajtja e bimëve dhe e bujqve është e madhe. Duhet të rikthehemi fushës prodhimit në të, veçanërisht në zona me kushte monti krejt të tjera të përshtatshme për punë e prodhime, do e mos që duhet të ndijmë për këtë. Dhe ndryshimi i klimës dhe faktorët e tjerë që janë interesant për të diskutuar, po me ekspertë të tjerë të fushës, jo me fermerët. Franc Kaloshi është në lidhje nga Lushja, mirë se vjen. Franc, kënaqësi që të kam, edhe Mario Begaj, fermerin në Berat e kam gjithashtu në bisedë, mirë se vjen Mario, kënaqësi. Franc, po e nis pak me ty, duke qenë se ti ke një konglomerat prodhimesh në fakt nga toka jote bujqësore dhe le të themi që ke një treg ose përpiqesh që të kapësh një treg pak të gjerë. Duhet ta kuptoj si e sheti propozimin, si e ndjen ti një herë pjesën e çmimeve. Pra, çmimi që ti nxjerr produktin nga çmimi që shitet në Tiranë. Ky problem, njërë përshëndetje dhe faleminderit për shqetësimin që keni ngritur. Ky problem ka të paktën më shumë se 5 vite, ose edhe ndoshta edhe 10 vite, që diskutohet, që fermerët prodhojnë prodhimin e tyre dhe nuk kanë një destinacion përkatës dhe një destinacion sigurt për ta dërguar prodhimin e tyre. Pra çfarë do të thotë një destinacion i sigurt që ta kuptoj? Dhe si interpretohet kjo? Interpretohet në çmim? Një destinacion i sigurt, fermerët duhet të kenë udhëzim për kulturat e tyre që kultivojnë. Duhet të kenë udhëzim dhe duhet të kenë siguri për shitjen e produktit të tyre. Gjithmonë që ai produkt të jetë cilësor dhe të kalojë klasën për të konsumuar. Sidomos ne duhet kemi kujdes për konsumin e brendshëm, për produktin që konsumojnë fëmijët, vëllezërit dhe motrat tona. Jo që nuk duhet kemi kujdes për produktin e eksportit, por për produktin e vendit ne duhet të tregojmë një kujdes të veçantë. Që të tregojmë një kujdes të veçantë, ne duhet kemi një udhëzues, dhe udhëzues është faktori i shtetit, është Ministria e Bujqësisë dhe është Drejtoria përkatëse e qarkut tonë. Ne kemi 12 qarqe në 12 qytete të Republikës tonë. Në të 12 qarqet, drejtoritë e bujqësive dhe Ministria e Bujqësisë që i drejton këto drejtori është inekzistente. Nuk mundet një tregtar të vijë të ngarkojë 10 ton mall qep në Korçë dhe të shkojë ta shesi në Tiranë me 10 fishin e çmimit.
Nuk mundet një tregtar të vit ngarkoj 10 ton shalqi në Lushnjë dhe të shkoj në Durrës ose të shkoj në Vlorë dhe ta shesi me çmim 5 herë ose 6 herë më të lartë. Kush janë këta njerëz që e bëjnë këtë punë? Pse ngarkohet shalqi me 12 lekë të vjetra në Lushnjë sot ose me 13 lekë dhe shitet në Tiranë me 450 ose 500 lekë kilogrami? Kush janë këta persona që e bëjnë këtë punë? Kur thua kush janë këta, e ke fjalën për grumbulluesit? Jo, këto nuk janë grumbullues. Kush janë? Këta janë njerëz që po krijojnë një masakër. Këta janë hajdut, këta janë kriminal, sepse të marrësh mundin dhe djersën e fermerit që e blen çmimin e karburantit me 180 lekë për litër, e blen 1 ton ble 600 ose 700 lekë të vjetra, dhe e shet produktin, a e diti që sot në tregun e Lushnjës shitet një ark me kastraveca me 20 kg 2000 lekë të vjetra? Sa shitet sot në Lushnjë, thua? Një ark me 20 kg kastravec sot shitet në Lushnjë 2000 lekë të vjetra. 20 kg. Po, 20 kg. 1 kg domate sot në Lushnjë shitet 30 lekë. Dhe nuk blihet. Ti the për patligjanin, ti the për qershin, ti the të gjitha me radhë, se nuk mund t'i rendis të jam shumë i lodhur tani, po vi nga ferma, nga fushë. E kuptoj. Po si mund kemi ne? Tani kam një pyetje. Ty vetë të lejohet të shesësh në një treg, për shkakun të dalësh në një treg në Tiranë, të lejohet? Po si mund unë të shes në treg në Tiranë? Ata të mlidhen 10-15 tregtarë, ata të djegin kamionin. Ata duhet zihesh me leva atje, me shkopa bejsbolli. Ata janë një grup mafioz që e mbajnë pezull tregun, që kanë blokuar komplet tregun. Unë po deshet i tham dhe me emra, po grup mafioz është edhe ke importusit e plerave. Grup mafioz është edhe ke importusit e farave. Grup mafioz është kudo këtu. Këtu është klane. Po këtu ne kemi krye mafioz atë që na drejton. Sa për Erion Braçen, respekt veçantë. Ai njeri e ka ngritur gjithmonë problemin. Dhe ai e njeh mirë punën se ka qenë këtu mbi 2 legjislatura. Ka vujt ai në përfusha këtu. I ka parë shumë mirë ai se si vujnë fermerët. I ka parë sisteme kullimit, i ka parë sistemet e menaxhimit, i ka parë pikat e grumbullimit, i njeh fermerët me emra ai. I ka shëtit në për parcela, personalisht ka qenë ke une. Unë kam kundërshtar politik, po unë kam respekt dhe mirënjohje për atë njeri. Ai është një njeri shumë i vogël, por është një njeri shumë i madh. Është shumë i madh, sepse është i vetmi person në atë parlament. Që ka folur për këtë temë, e kuptoj. Ai e ngre me baza, ai duhet dëgjuar. Unë t'jem kryeministër sot, unë e bëj ministër bujësia të sot. Ai e shpëton këtë situatë. Nuk ka njeri në botë që mund t'ja di më mirë se e di ai. Po kujt i thuash tu? Kujt i thuash tyre tregtarëve të pikave të grumbullimit që një natë bëjnë çmimin 25 cent për kilogram shalqir për eksport, natën tjetër e bëjnë 10 lekë. Që lëvizin me qindra miliona lekë lëvizin e për kamionat e ngarkesave. Këta janë mafiozë. Sa lekë ta marrin ty ata sasin? Pra, një produkt, po. Sot shalqiri është 12 lekë, 13 lekë. Ta merë ty grumbullusi? 12 lekë? Po, parmbrëm ishte 25 lekë, një natë 25 lekë, një natë 15 lekë, një natë 13 lekë, si u do qefi këtyre. Këta merën vesh me WhatsApp, me grup. Ta janë grup. Por, fermerët do bashkohen edhe do t'i rajnë ta. Do t'i rajnë me dru. Do kërcasi dru i tregtarëve, nuk do dim nga shkojnë. Ma e mandë, dhe fermerët janë njerëz që po mërzitën fermerët, nuk ka pirë nënën botë që i ndalon. Do t'erdhet prodhimi rrugëve, do digjen kamion e do bëhet nami. Nami do bëhet, se po tallen me djersën e fermerëve këta. Do t'i mbien tunat nga gjithë Shqipëria këtyre, dhe do t'i rajmë ta. Do t'i rajmë, se këtu nuk ka rrugë tjetër ma. Këtu vetëm forca e zirë të punë. Sepse këtu të gjithë flasin si mas shefit tyre, flasin si mas interesit tyre. Ta kanë vetëm interesa. Njeri importon mish, njeri importon qumësh, njeri importon ple, njeri importon patate, njeri importon qep,
5 kokra janë tu, që ja marrin shpirtin 50.000, 60.000 fermerëve në gjithë Republikën. Po kështu si që përshkruan ti duket si krimi organizuar. Jo, krimi organizuar që drejtohet. Ky është krimi organizuar. Ky është krim sepse janë të ardhurat direkt që shkojnë në xhepat e tyre. Ky është krim se të shkarkosh ti nga 5, nga 6 familje në Kalat atje në Porto Romano me ure e me nitrat që nuk ka funksion, që është zero efekt. Ky është krim. Ky është krim. Dhe këta e bëjnë kriminal. Kriminal që unë i di emrat. Edhe ja u tham se kush janë. Po mirë, pse mendon ti që nuk reagon atër institucioni për sa kohë që? Ti të reagoj. Kush të reagoj tu? Pse? Kush të reagoj? Pse? Të reagoj Ministri a Bujqësisë që rria bën reklama në për stalla, në për ferma. Jo ka ky kaq lopë, jo ka ky aq lopë. Çfarë janë këto reklama? Ku është ndihma? Ku janë subvencionet? Ku janë lekët e naftës? Pse s'kan ardhur? Është muaj 6, po hyn muaj 7 i vitit. Ku janë lekë? Pse si kanë dhënë lekët e naftës? Pse nuk i japin lekët e qumshit? Pse nuk i japin lekët e nofëve? S'ke marrë asnjë lek për naftë dhe për qumësht. Ore, është data sot, është data 20 qershor. Gruri nuk ka drejtim ku të shkojë. Është përgjysmuar kultivimi i grurit. Kush marr përgjegjësi për këtë? Fushat janë tjera, traktorat janë zero. Edhe ata faktorë që kanë prodhuar grurin nuk ka çmim. Nuk ka çmim për grurin. Nuk ka çmim. Ç'a gruri ham ne? Ç'a buke ham fëmijët ton? Sa e po çfarë nuk e blejnë grurin e fermerëve? Franc, nuk e blejnë grurin e fermerëve. Nga ekspertët dhe nga drejtuesit e autoritetit kombëtar të shtetit, çfarë patate konsumojnë fëmijët tanë në fast foodet e Tiranës? Nga vjen ajo patate? Nga vjen ajo patate? Nga vjen, Franc? Ku e ka origjinën? Nga vjen ajo patate? Se nuk është ajo patate e Korçës, se nuk është ajo patate e Shishtavecit, se nuk është ajo patate e Divjagës, por është patate nga Libia, që bie një person, një fundrim, një fytyrë poshtër, një njeri që ka gjen vetëm forca për ta zgjidhur këtë problem. Prandaj, edhe një herë, mirënjohje Erionit, mirënjohje shumë, gjithmonë e ka përmend problemin e fermerëve. Gjithmonë e ka diskutuar situatën për të ndihmuar ata. Gjithmonë e ka ngritur zërin në parlament, po ai është një parlament sicilist. Aty marrin pjesë njerëz që porrin pushtet, e dini ju vetë se si porrin. Ka 2 muaj që diskutohet situata se si porrin ata njerëz. Ne kemi ligj vënës që rrin pushtet me dhunë. Nuk kemi ligj vënës që të bëjnë ligje dhe të ndihmojnë popullin, edhe të ndihmojnë fermerët. Fermerët janë njerëzit më në hall dhe më në nevojë sot për sot në Shqipëri. Nëse ka një mundësi që Shqipëria dali nga kjo krizë, nga kjo situatë që është, e vetmja rrugë është mbështetja e bujqësisë, e vetmja rrugë është kultivimi i tokave, e vetmja rrugë është shtimi i vendeve të punës në bujqësi, rritja e pagave dhe destinacioni i sigurt për prodhimin. Ndryshe ky vend do kalojë në kolaps. E kuptoj, mirë, për ta diskutuar edhe pak me sigurisht edhe me Marion. Mario, çfarë mendon në lidhje me grumbullimin edhe cilat janë produktet që i çon ti tashmë grumbulluesit, me sa lek ja shet dhe me sa shitet pastaj nga në Tiranë produkti që i çon? Atëre, për momentin produktet, ashtu si që thale edhe Franci, tjetër për Napoles, janë për tokë, janë për ta lukej, po shiten ato që shiten, sepse shumica tyre nuk po shiten. Garantoj që nëse ju mund të shkoni një ditë në tregun e Lushjes apo Pjerit, i keni çmimet për tokë, shumica prodhimit nuk shitet, edhe ajo që shitet një çmim. Po pra, po sa lek, çfarë i shet ti dhe sa shkon më pas në treg? Po aktualisht shesim domate, shesim kaçavec. Domethënë janë çmimet që variojnë 200 lek, 300 lek vjetra për kilogram. Domethënë domate. Dhe sa shkon më pas në treg? Sa shitet në treg? Në treg, në Tiranë shkon mbi 1000 lek kilogram. Domatja? Po. Sa e sheti domaten atër? 30 lek? 200 lek, 300 lek, po, të vjetra. Dhe grumbulluesi ta merr ty dhe e shet në treg me 1000 lek? Jo grumbulluesi, sepse domethënë këta janë disa tregtar, të vetë quajtur tregtar, që vinë aty në treg edhe domethënë bëjnë atë kasapanën që këtu është bërë, domethënë këta janë bërë një grup i strukturuar kriminal.
Po mirë pra, dakor, të kuptoj, po përpara se të më thuash këtë se, unë e kuptoj edhe shqetësimin tuaj, po dua ta zbërthej një herë dhe të kuptoj se çfarë nuk funksionon të ky grup që ju, çfarë nuk funksionon në këto hallka që ju detyrojeni t'ia çoni grumbullusit dhe ta nxjerrin në këtë lek, pra në këtë vlerë. Po çfarë duhet të bësh shoftore? Ajo nuk është turshi që e mbyll ti aty edhe mund ta shesësh gjatë dimrit. Ti duhet ta shesësh atë, i detyruar ta shesësh. Çfarë duhet bësh? Në qoftë se ty nuk vjen oferta, domethënë ti çfarë do bësh? Ose do e hedhësh, ose do ta shesësh, e kuptoj. Ose do ta shesësh. Po ata bazuar në cilin, prova dua të kuptoj, kur vjen të bëj tregtime ty, ku e shihni ju çmimin për të kuptuar se sa duhet shkojë çmimi i domatës, sa duhet shkojë çmimi i shalqirit, se duhet ketë një sens. Nuk ke ku e sheh o Flor, po puna është që ti mund të kërkosh një çmim të drejtë atje, po puna është që nuk të ofrohet asgjë. Edhe nëse ty nuk të ofrohet asgjë një ditë, 2, 3, atëherë çfarë do bësh? Je i detyruar ta shesësh tek ai me kushtet që ai pranon. Po je i detyruar sepse duhet paguash për farishten që e ke përfitan. Duhet paguash lek për pesticidet. Po, për të kuptuar, ka konkurrencë, Mario, ka konkurrencë mes grumbulluesve të ndryshëm pra, vjen ai të thotë, unë ta marr me 35 lek, unë ta marr me 36, pra ka konkurrencë apo të gjithë grumbulluesit vinë me një çmim edhe ti je i detyruar tash? Është një njëjtë çmim, Është një njëjtë çmim. Është një njëjtë çmim sepse janë të njëjtët grumbullues, të njëjtët tregtar, po thua që janë çdo ditë. Janë të njëjtët, nuk është se E kuptoj. Po dakord, nëse ti nuk bie dakord, nëse Franci nuk bie dakord, pra nëse i krijoni ju probleme si rrjet. Domethënë, çfarë ndodh? Keni patur ju tentativa për të krijuar një sindikat të fermerëve, për të krijuar një grupim të fermerëve? A mundem, lutem, mund ndërhyjnë as që mundem? Sindikatat janë krejtësisht politike. Ne ngritëm para 2-3 vitesh, domethënë, patëm protestë. E tuam deri diku, pastaj filloi u shpërbë, pas takimeve me ministrit apo kryeministrat, edhe ka qesën, këtu jemi në këtë vend jemi, ta këtu në këtë mënyrë qiten, blihen, edhe nuk është po shkojnë që fundi kjo punë. Fermeri pastaj është detyruar që nëse ti mund të rezistosh si fermer 1, 2, 3, po nuk mund të tepër. Okej, mirë, me që Franci kërkon vetëm një moment të ndërhyjë dhe do vi ta bëjmë pastaj bashkëbisedim. Po, Franci. Çuditërisht muhabetet e ndershme, kur diskutohen ndershmërisht dhe me zemër dalin vetë. Ti pyete, a kemi ne ndonjë shoqat ose ndonjë sindikat që mund na drejtojë? Po. Unë do t'jap një rast konkret. Para 5-6 vitesh u krijuar një shoqat në Luashje me një titër e quajtur Fermerët e Bashkuar. Drejtuesi i kësaj sindikate kandidoi për kryetar bashkie për një subjekt politik që nuk ka rëndësi. Më pas i humbi subjektin politik, kandidoi për deputet edhe prap humbi. Tani, o mund të jesh drejtues i një sindikate fermerësh të ndershëm, o duhet të jesh përfaqësues i një subjekti politik edhe duhet të ndjekësh rrugën e politikës. Dhe unë personalisht merrem me politikë dhe më pëlqen, por mund bëm mos ta përzjej politikën me një punë të ndershme dhe me një diçka që ka lidhje me mbar njerëzimin dhe me mbar popullin. Ne jo vetëm që kemi drejtues që janë të inkriminuar ose të kriminuar, po kemi dhe njerëz që tentojnë të na drejtojnë dhe të na intimidojnë. Këtu është problemi jonë, sepse fermerët tanë nuk gjejnë gjuhën e përbashkët. Ne nuk dim kush është fermeri i serave, kush është fermeri i fushave. Ne nuk dim kush është blegtori, kush është bletërici, kush është ai që e drejton punën e tij dhe produktin e tij ashtu siç duhet, kush është ai që e bën djathtin bio dhe kush është ai që e bën djathtin përbotrume, kush është ai që e bën vajin e ullirit natyral dhe kush është ai që e bën vajin e ullirit nëpër fuqia e më thet tash. Domethënë, ne nuk e njohim njëri tjetrin si fermer dhe nuk mund na bashkojë askush dhe të përçarë jemi kudo. Dhe mundësi njerëzit nuk kanë që të bashkohen sepse o do shkojnë ke toka, o do hynë borxh, o do marrin kredi ke ju te kredit, o te prokredit, o te kjo, o te ajo. Ne jemi fermerë që marrim natë borxhe. Ne blejmë plera pa lek. Ne jemi borxh gjithë fermerët, zhytur, komplet. Që të gjithë zhytur janë, s'dim ku dalin.
kanë ngrirë me llogaria, me bank, me shtëpia, me makina, me toka, me të gjitha, i kanë në pronësi banka këtu. Dhe ne jemi zero. Kemi edhe një grusht njerëzish që na pinë gjaku na marrin prodhimin, kemi edhe një tuf njerëzish që na drejtojnë atje ca ligjvend, ca har butër atje që vjedhin vota, intimidojnë gjithçka, edhe bëjnë ligje si masjefit, edhe ne jemi në pikë të hallit. Edhe themi ne, Izraeli edhe Irani. Po ne jemi më zi se Irani, e më zi se Izraeli, e më zi se Gaza. Ne jemi kutret kiameti. Kutret kiameti jemi. Flas për fermerët. Nuk flas për ata që ndërtojnë palas atje, e që ndërtojnë atje në Durrëse. Nuk flas tu as për Nojzin, as për Gazpajën, nuk flas tu as për Edi Ramën, as për Frida Kripsën, flas për fermerët. Po, e kuptoj. Franc, po duhet kuptosh një gjë, që gjithse cili është në sektorin e vetë, në sektoret ndryshme. Do kuptojnë një gjëneve se Nojzi bret me Ferrari, edhe thot kam lux, kam kështu. Kurse fermerët bret me dum-dum. Po mirë, dakord, ai ka zgjedhur tash të jetë këngëtar, nuk ka zgjedhur të jetë fermer. Ai takzoj, por problemi është këtu. Po çdo tash do t'i futesh dhe ti muzikës. Të vjeni natë që s'ka bërë dhe ty një këngë. Unë nuk i futem muzikës. Ama të talet ministri dhe kryeministri i vendit. Jam shumë dakord me ty. Nuk e lejoj. Po jam shumë dakord me ty, se unë kot nuk të ftoj këtu që të flasësh. Nga Shumadia vjen prodhimi, nga fushat e Vojvodinës, nga Serbia e Shumadia shitet prodhim në Shqipëri. Kur këtu janë fushat tona, janë fushat begata, fushat të arta, që kanë prodhu me qindra vite, tritra cilësor, perime cilësore, fruta cilësore. Francis, sa ko ka kjo që ndodh? Sa ko ka kjo që ndodh? Nuk mund të konkuroj fermerin e Shumadis. Nuk e konkuroj dot. Pse se konkuron? Pse? Si vllau i Vučićit, i ka hap doganat. I ka hap doganat, i ka bërë doganat bërdallo. Edhe futen kamionët qindra mira ton. Futen me dritra dhe i me plera. Shkojnë, shkarkojnë plerën Shumadi, edhe sjellin dritra këtu. Edhe këta e bën si vllau i Vučićit. Franci, je ullur ti, se kjo pra është tash i biseda. Tu nuk kam burra. A je ullur... Më digjo pak. Tu nuk janë fermer, ta janë në purusha. Se po t'janë fermer ta, i shkojnë e i ullen aty kam kryq para kryeministris. Edhe i thonë, nga vinë këto kamion. Nga vinë këto kamion Shumadie. Nga vinë këto kamion. Nga vjen ky produkt. Nga vjen ky misër, u qelbën fermat me misër, të gjithë pularit marin misër Serbie, të gjithë fermat e qingjave misër Serbie, të gjithë stallet e lopë që i kanë ish funksionarët dhe ish komunistët dhe këtë mund të ripat atë, marin prodhim Serbie dhe kërkojnë që fermeri shqiptar tjetë në tokë, tjetë zero, sepse po u rritë fermeri shqiptar, rritet mirëqenia, rritet prodhimi, rritet gjithë shka, dhe nëse rriten këta maskarej nuk do jenë kur do të më në pushtet. Pra ndaj e për këto gjë këto. Dhe t'jeni të bindur ma një më në këtu, që kjo kur nuk do ndreqet. Kur nuk do ndreqet. Po nuk u shtuk kjo qeveri që na drejton. Po pse e këthen politike, mo, Franci? Franc, pse, më digjo pak, Franc. Dhe djem të rinj, ta drejtojnë të vend. Njerëz të ndershëm, ndryshe nuk të bëtë. Më digjo pak, pse mose, do më thënë, ti i thua të gjitha çfarë duhet për bujqësim, pastaj e fut dhe një koment politik edhe rëzon gjithë revoltën tënde. Prandaj të them, mos e përzi kot komentin e fermerit me komentin politik, se do ta transformojnë pasaj, do thonë është kundërshtar politik dhe nuk flet me logjik, thot, flet me urrejtje. Flet me komentin e humbjes. Tani, unë e kuptoj që ka shumë shqetësime. Më digjo pak, mirë pra, ma digjo pyetjen. Franc, ma digjo pak pyetjen, të ludhem. Franc, më digjo pak pyetjen. Franci, më digjo pak pyetjen. Unë duat kuptoj, jeni ullur ju në njëherë, të dy si fermer jam shumë kurioz, me Ministrën e Bujqësisë, ka bërë ajo në njëherë takime me fermerët? Ministri e Bujqësisë, unë të gjithë ministrat e bujqësisë i kam pritur me respekt dhe i pres me respekt.
mua më ka ardhur kryeministri edhe pse e kam kundërshtar politik para 7 vjetësh bashkë me Frida Kripsen dhe më ka ardhur, e kam pritur në fermë edhe i kam thënë, shiko, bëj çfarë të kesh dëshirë. Kam pritur po ish ministrin e bujqësisë tjetrin, qeveri tjetër Panaritin, e po shumë ministra tjerë dhe jam i hapur t'i pres gjithë për diskutim dhe jam i hapur për marrëveshje, por marrëveshje me produkte shumadie nuk ka. Nuk mund të ketë marrëveshje kur rrugët e vendit tim dhe doganat e vendit tim janë të hapura natën dhe ditën për diell për produktet e shumadis. Nuk mund ta pranoj këtë gjë. Nuk mund unë ta pranoj që ministri i Serbisë të shkoj të shitet aty ku konsumohet më shumë. Mund ta shoh ministrin tim të qelbet, lakin me qelbet, qepën time të qelbet, qalqirin tim të qelbet, po kur flas qelbet, flas për tonelata, se unë nuk jam fermer që përroj kilogram. Unë nuk mjell 2 lymësere, 3 lymësere, e nuk e helmoj produkt. E kuptoj, pra e kuptoj. Frans, dakor, e kuptoj. Ja ti marrë një koment, Mario, se e more gjithë kohën edhe se lasha së Marion do të ta digjoja deri në fund. Ju kërkoj ndjes Marios dhe ju kërkoj ndjes dhe ju mirë, se mendoj që shqetësime. Sinqerisht jam shumë i shqetësuar. Po s'ka problem, s'ka asnjë gjë, pse duhet të kërkosh ndjes ti për tonin, mos e vrit mendjen për tonin, nuk ka asnjë lloj problemi. Mario, cila mendon ti që do ishte zgjidhja në këtë propozim që bën Braçë dhe në propozimin që mund të çohet ministrisë përkatëse? Unë në fakt do kisha shumë dëshirë që ta kisha një ditë, se ka shumë tema për bujqësinë sa kam bërë. Ta ftoja një ditë ministrën edhe të bënte një bisedë bashkë me ju, se ju jeni, nuk i di unë shqetësimet e infermeri, sa do të përpiqen të bëj sikur e kuptoj, më mirë se sa ju nuk i di askush. Do doja shumë që të kishim një bisedë përballë ju, bashkë me ministrën, do ta ftoj ndoshta në ditët në vazhdim, edhe të kemi një bisedë të tillë. Po. Se jo, do ishte diçka shumë pozitive. Po, ju mos ndryshoni mendim. Se ka ndodhë më përpara, kanë folë sa kanë folë kur kanë qenë vetëm, pastaj kur vinë përfaqësuesit e qeverisë, fillojnë edhe thonë, jo, ne rregull jemi, se keni problemin ju, problemin e kanë të tjerët. Jo, e kuptoj, po... Se kam për ty, absolutisht. E kam për në përgjithësi flas, po. Do më thënë unë nëse shprej diçka tjetër sigur se ditën natën për fundal. Më thuaj, cilat janë propozimet që ti mendon që do sjellnin ndryshim? Shpejt, se jam për të klema e radhës. Propozimet që unë besoj dhe mendoj se nuk dëgjohet mirë. Janë së pari herë do ishte bërja e këtyre matrapazëve që merren në këtë punë, sepse ndihem keq edhe për ju që dini produktin aty në Tiranë, sepse realisht është tepër i lartë në krahasim me çfarë bëhet këtu. E qartë. Pra prishja e këtij rrjeti të tregtarëve. Po, prishja e këtij rrjeti duhet me fat tjetër, sepse është çmenduri, domethënë. Ne shpesim në kosto, ju blinim mbi kosto. Është diçka që duhet gjetur të shpesim edhe ne me një çmim që edhe ju mos keni mundësinë e blerjes, sepse realisht shoqëria jonë nuk e ka kapacitetin e fuqisë blerëse në atë nivel që mund ta bëjnë me atë çmim. Tjetër, është ulja e kostos së prodhimit për fermerët, që do të thotë është bërja e monopolit të ferave kimik, pesticideve që vinë në vendin tonë, të cilat janë përqendruara në 2-3 kompani të vetme. Pra, unë shoh që këtu problemi është tek monopolizimi. Këtu ka një monopolizim, pra. Po, gjithçka këtu në vendin tonë, paga të pjesërisht ka të bëjë me monopoli. Edhe hyrja e produktit huaj në vendin tonë ka të bëjë me individ taktuar. E kuptoj. Edhe kjo pastaj na dëmton, sepse një fermer i huaj ka të tjera favore. E kuptoj. Dhe një koment të fundit se më duhet dhe mua të largohem. Po. Tjetra është që qeveria duhet të investohet seriozisht në lidhje me subvencionet, në lidhje me lektorët, në lidhje me subvencionimin e tyre në bazë të kilogramëve të prodhimit. E kuptoj. Pra të ketë edhe subvencione bazuar të kilogramët edhe... Po, kjo është diçka jetike. Nëse nuk ndodhin subvencionimi i drejtë dhe i rregullt i fermerit, heqja e këtyre matrapazëve edhe heqja e monopolit
importit të perave dhe pesticideve, atëherë këtu është shumë probleme. E kuptoj. Po, e fundit. Duhet të bëhet kontrolli i grumbulluesve dhe domethënë këtyre tregtarëve që jetë gjithçka e ligjshme dhe e rregullt në lidhje me fakturën. E kuptoj. Mirë, do ta diskutojmë përsëri, Mario. Do ta diskutojmë përsëri se me sa duket s'ka fund lista. Unë e kisha për shkurt me 3 pika, po faleminderit Franc, faleminderit Mario, edhe një herë uroj që në fakt ketë një ndryshim edhe tashmë mbas zgjedhjeve me ardhjen për herë të katërtën radhazi të qeverisë pikërisht për të marrë edhe për drejtuar edhe sektorin e bujqësisë edhe për të dhënë zgjidhje fermerëve, të cilët janë në kushte të vështira me sa duket, edhe ndoshta një bisedë me ministren aktuale të bujqësisë, pse jo, me grupin e interesit do ishte mirë, do ishte interesante, do ishte shfrytëdhënëse edhe për ne që jemi konsumatorë, që shkojmë dhe marrim këto produkte që ju ja jepni grumbulluesit me çmime diferenciale shumë të mëdha. Pas pak do të ndalemi tek rasti nënës spanjolle, e cila ka lindur trenjak, edhe do të kemi këtu një bisedë me mjekun, po do të jetë dhe ajo vetë prezent.